Në Bibliotekën Publike Marin Barleti u zhvillua promovimi i antologjisë poetike Kjo botë shpirtnore, një vepër që sjell krijimtarinë bashkëkohore femërore shqiptare. Vepra përmban 11 krijime nga 29 autore dhe pasqyron botën shpirtërore, mendimet dhe ndjesitë e grave dhe vajzave të shekullit 21. Kjo ide e përcjellur në kohë nëpërmjet portalit Radio në Radi më ka shtyr mua në vitin 2019 me pas idenë që gjithë ky akumulim shpirtëror i shprehur në varje në forma nga më të ndryshme, qoftë në forma e komunikimit virtual, qoftë në format e botimit të librave, dhe qoftë edhe unë të paraqitjes nëpërmjet cikleve të ndryshme të kësaj fryme poetike, më shtyu të mendoj që t'i afrojmë, t'i bëjmë bashkë gjithë këtë energji pozitive, fenomen, unë do t'a quaj fenomen letrar, ku gruaja shqiptare merr përsipër të angazhohet në trajtimin e gjithë problemeve të shoqënisë shqiptare nëpërmjet filtrimit shpirtëror femëror. Pikërisht ky filtrim shpirtëror ka sjell këtë libër, ka sjell këtë punë që në vetvete është një punë 5-6 vjeçare, se ka nisë qysh në vitin 2019. Dhe antologjia është e 29 autoreve. 29 autorë të përzgjedhura nga jugu në veri, nga Shqipëria ekzistuese tek Shqipëria që quhet jashtë trojeve shqiptare, po edhe diaspora. Nga 29 autore, 10 janë shqiptare dhe 19 jetojnë në diasporë. Poetja Desandila Qeri Majranza theksoi se kjo antologji pasqyron lirinë e ndjesive dhe forcën shpirtërore të poeteve shqiptare. Në një farë mënyrë promovohet poetika femnore shqiptare, jo letërsia, por që bën pjesë si njërisi në letërsinë shqiptare, në poetikën shqiptare. Kjo sepse janë përzgjedh disa poete gjatë një pune rigoroze edhe një studimi për këto poete. Antologjia në vetvete nuk është thjesht një libër që përmbledh vetëm poezi dhe poete, por po ashtu një biografi mbi poetet edhe një studim letrar mbi punën e këtyre poeteve. Po kjo duhej për t'i evidentu poetet, por edhe për të evidentu zanin poetik shqiptar në letërsi, zanin poetik femëror shqiptar në letërsi. Në aktivitet morën pjesë bashkautorët Jozef Radi dhe Desandila Qeri Majranza, si dhe disa nga poetet e përfshira në libër. Promovimi u shndërrua në një hapësirë ku poezia dhe zëri grave shqiptare gjetën vëmendjen e merituar, duke lënë një gjurmë të veçantë në jetën kulturore të qytetit.